Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Në paraburgim prej rreth një viti, Erion Veliaj paraqiti padi në gjykatën administrative kundër prokurorit të posaçëm Olc Dado, duke theksuar se nuk ka shkollën e magjistraturës. Padi edhe ndaj presidencës që sipas Kryebashkiakut të Tiranës dekretoi emërimin. Dekreti u lëshua nga Bamir Topi kur ishte presidenti i Republikës më 2008. Sipas padisë, emërimi i prokurorit u krye në kundërshtim flagrant me ligjin se në momentin e dekretimit Dado nuk plotësonte kriteret ligjore të detyrueshme pa shkollën përkatëse të magjistraturës. Velia i kërkon që Këshilli i Lartë i Prokurorisë KLP të vendosë përfundimin e menjëhershëm të statusit të magjistratit dhe sipas tij ushtrimit të paligjshëm të detyrës së prokurorit. Top Albania Radio. Parkimi i dyshej automjeteve që ndëshkohet me gjop kthehet në vepër penale e dënueshme me burg. Në Komisionin Parlamentar për Evropën dhe Punët e Jashtme sot u miratua një ndryshim në Kodin Penal. Po në Komisionin e Jashtëm, ku mungonin deputetët e opozitës për shkak të përgatitjes së protestës së nesërme, sot u miratuan edhe disa ndryshime në ligjin për importin, eksportin dhe tranzitimin e armëve të zjarrit. Një ditë para protestës së opozitës para kryeministrisë, kryetari demokrat Sali Berisha sfidon kryeministrin Rama të qëndrojë në zyrë. Kryehajdutit të këtij kombi, qytetar do të japin leksion qeverisë. Leksion të fortë. Le të rri në zyrë ta provojë. Kaq e them, rri aty, morët i ke blinduar, dyert i ke plumosur, rri. Shko futu rri në e burg. Berisha komentoi edhe seancën e dieshme në kushtetuese lidhur me pezullimin e Belinda Ballukut nga detyra e ministres me vendim të gjykatës së posaçme. Edi Rama, Niko Peleshi dhe Harambegaj vunë në rrjesht pas lubis për të mbrojtur vjedhjet e saj në salla e gjykatës fuqiste kushtetuese. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Drog në Qeli, një operacion në burgun e Elbasanit nga shërbimi kontrollit të brendshëm më çoi në 3 të arrestuar mes tyre një efektiv. Po ashtu bëhet e ditur se nga hetimet u zbulua një mekanizëm i mirë organizuar për futjen e lëndëve narkotike në Qeli me qëllim përfitimin financiar. Lajme nga rajoni. Operacion policor në rajonin e Prizrenit mbi dyshimet për shpërdorim të votave të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit në Kosovë, raportohet se mbi 100 komisioner janë thirrur për të marrë në pyetje edhe se priten arrestime. Më herët Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nisi rinumërimin e plotë të votave që po vijon prej disa ditësh. Në fillim të muajit, komisioni gjeti mos përputhje në votat për kandidatët për deputet pas një hetimi fillestar dhe më pas në rinumërimin e pjesëshëm zbuloi se dallimet ishin të mëdha. Lajme nga bota. Donald Trump tërheq ftesën për Kanada në bordin e paqes për Gazën në përplasjen më të fundit mes dy fqinjëve të Amerikës së Veriut, kjo pasi kryeministri kanadez kritikoi fuqitë e mëdha dhe tarifat tregtare. Ndërkohë udhëheqësit evropian kanë dyshime serioze mbi shtrirjen e bordit, ndonse janë të gatshëm të bashkëpunojnë me të. Zyrtarisht, Shtetet e Bashkuara tërhiqen nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, Shtëpia e Bardhë bën me dije se nga sot nuk janë më pjesë. Amerika ende i detyrohet OBSH-s afro $260 milion, por ekspertët ligjor thanë se Washingtoni nuk ka gjasa të paguajë dhe OBSH-ja ka pak mundësi për rekurs. Me miratimin e Rusisë sot në Abu Dhabi mbahet takimi i parë trepalësh me Ukrainën dhe Shtetet e Bashkuara, kjo për të diskutuar garancitë e sigurisë, si dhe aspektet ekonomike që lidhen me përpjekjet për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Ndërsa për herë të parë Kremlini po zhvillon bisedime direkte paqeje me SBA dhe Ukrainën, nga Rusia nuk ka shenja se është gati të ndalojë bombardimet e infrastrukturës civile. Derisa të arrihet zgjidhje diplomatike, Moska do të vazhdojë të ndjek vazhdimisht objektivat e operacionit të posaçëm ushtarak, siç konfirmoi Yuri Ushakov, zyrtari i Kremlinit. TikToku finalizoi marrëveshjen për të shmangur mbylljen në Shtetet e Bashkuara. Akordi mundëson krijimin e një ndërmarrjeje të përbashkët në pronësi amerikane që do të ruajë të dhënat në Amerikë. TikToku numëron mbi 200 milion përdorues amerikan. Parashikimi i motit. Sot vendi ynë ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme, priten rreshje shiu të her pas hershme me intensitet të ulët, kryesisht përgjatë ultësirës perëndimore dhe zonave bregdetare. Lokalisht mund të ketë shtrëngata afat shkurtra.